Policia e Lezhës vjen veprimet e thelluara hetimore dhe operacionale për zbardhjen e plotë të konfliktit të ndodhur me datë 11 prill 2025 në qytetin e Lezhës, si dhe për parandalimin e përshkallëzimit të mëtejshëm të situatës. Si rezultat i kontrollave intensive dhe inteligjencës policore, u bëi mundur arrestimi i 2 shtetasve të shpallur më herët në kërkim, RM 20 vjeç dhe AD 15 vjeç. Të dy këta shtetas dyshohen për veprat penale plagosje rënd me dashje, kryer në bashkëpunim dhe prishje e qetësisë publike. Gjithashtu, gjatë operacionit është sekuestruar automjeti i përdorur në këtë ngjarje, i cili konsiderohet provë materiale në hetim. Në kuadër të vijimit të hetimeve është identifikuar dhe shpallur në kërkim edhe një tjetër i mitur, shtetasi GP 15 vjeç, banues në Lezhë, i dyshuar si i përfshirë në këtë konflikt. Policia njofton se hetimet vijojnë për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë të përfshirë në ngjarje, ndërsa materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Lezhë për veprime të mëtejshme.